μία ακόμα φορά ανέλαβε την... Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas në Tiranë është mbajtur takimi Zora Poetik Femëror në Greqi dhe Shqipëri ku morën pjesë autor dhe përkthyes të dy vendeve. Ne fluturojmë në të tërë rrugëllën toksor për të gjetur poetët tanë të shpirtit që na kanë formuar edhe nuk njohim mirë mrekullitë tona të njëri tjetrit. Dihet që Seferis, që është një poet i madh grek, ka jetuar në Kos. Gjatë takimit u promovua botimin në Shqipëri antologjisë poetike Gjysma tjetër e qiellit, ndërsa poete nga Greqia dhe Shqipëria bashkëbiseduan për poezinë, krijimtarinë letrare të grave dhe rolin e tyre në formosimin e peizazhit bashkëkohor letrar, kulturor, shoqëror dhe politik. Gjysma tjetër e qiellit, ku ka gjetur streh shpirti poetik në fakti 160 poeteve greke, të shekullit të kaluar dhe të këtij shekulli. Kjo antologji u pikas dhe u përzgjodh, ashtu si shta dhe zonja ambasadore, nga përkthyesja, punë që mua më ngjante si thurja e pëlhurës së Penelopës. Qep e shqep, qëndis e ndërron ngjyra, pendohu e riktheu vargjeve e fjalëve. Antologjia poetike Gjysma tjetër e qiellit është përkthyer në gjuhën shqipe nga Maklena Nika.